Bashkëshortja e aktorit Vis Pupa gjatë një interviste ka folur për eksperiencën e tij në spektaklin Ferma VIP, duke vlerësuar sjelljen e tij brenda formatit dhe raportin me publikun. Ajo u shpreh se Vis Pupa është një person që zgjedh paqen dhe nuk reagon me shpërthime emocionale. Një person që ka zgjedh paqen dhe që është njeri paqësor, nuk del prej vetes. Mendoja se një moment do shpërthej, por jo, dhe jam shumë krenare për këtë pjesë. Nëse ti zgjedh të jesh i vërtet, çdo gjë që e bën me pasion dhe kjo është ajo që Elvisi nuk ka zhgënjur askënd në skenë. Nuk ka një rol që shqiptarët nuk e kanë dashuruar. Duke folur për raportet e tij me konkurrentët e tjerë, Belina shtoi se ai sillet njësoj me të gjithë dhe nuk krijon konflikte. E shoh njësoj me të gjithë, me dikë rri më shumë. Visi nuk të jep shansin që ta nxjerrësh jashtë vetes dhe injoron. Në fund ajo theksoi se publiku duhet të vendosë përfituesin, por për të më i mirë është bashkëshorti i saj. Uroj të fitojë më i miri dhe këtë zgjedh publiku. Mozën e duam të gjithë, por për mua më i miri është burri im. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.